Dalja e votuesve në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale ka shënuar rënje në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Sipas rezultateve të 97.98% të dhënave të përpunuara nga KSZ, dalja ka qenë 46.48%, ndërkaq në zgjedhjet e kaluara kanë votuar 51.44%. Dalja është më e vogël edhe në krahasim me zgjedhjet e kaluara parlamentare, në të cilën votuan 49.94% të qytetarëve. Sipas të dhënave të deri më tanishme, në nivel republikan VMRO-DPMN ka marrë 301.919 vota, LSDM 125.824 vota. Aleanca Kombëtare për Integrim e Udhëhequr nga BDI ka marrë 114.244 vota, ndërsa koalicioni Vlen mori rreth 91.242 vota. Dalja më ulët në këtë zgjedhje ka rezultuar edhe me rënje të votave të partive politike. VMRO-DPMN ka humbur 134.237 vota në krahasim me shifrat e zgjedhjeve të kaluara parlamentare. LSDM-ja ka humbur 30.387 vota. Trendi negativ i daljes së ulët është reflektuar edhe në shumicën e komunave me popullsi shqiptare, ndonëse disa prej tyre kanë shënuar rritje të lehtë në dalje. Zhelin, nga 49.07% në vitin 2021 në 36.66% në vitin 2025, Bogovin nga 23.27% në 32.18%, Vrapçisht nga 36.15% në 25.18%, Studeniqan nga 51.63% në 25.66%, Tearc nga 21.65% në 36.15%, Çajër nga 45.17% në 52.10%, Kërçov nga 45.14% në 51.46%, Tetov nga 44.81% në 47.45%. Ndërkaq, dalja e ulët më së shumti ka prekur komunat e Kostivarit, Vrapçishtës, Mavrov dhe Rostush dhe Qendër Zhup, ku do të ketë përsëritje të votimit pasi që nuk është arritur cenzusi.